Macron, unë nuk shoh një përqafim të gjerë qoftë në administratën franceze apo në popullatën franceze për zgjerimin, pra për ta sërish zgjerimi është diçka që duhet i druhemi. Megjithatë, po të lexosh gjuhën e Macronit, sidomos në fjalimin The Future of Europe, ai tha që zgjerimi mund të ndodhë 2030, post 30, por gjithmonë me kushtin e standardeve, për plotësimin standardeve. Tjetër gjuhë përdorin Tiranë, është e vërtetë, në Tiranë foli për 28-ën, 29-ën, në ambicie që as Shqipëria nuk e ka, sepse Shqipëria ka ambicie antarësimin e plotë në 2030-ën. Pra, duhen lexuar ku liderët flasin, cila është audienca, shpesh herë këto fjalime shkruhen dhe janë të tilla për shkak të audiencës apo të vendit ku ato po fliten. Unë mendoj që Macron do të jetë jashtë fushës së për zgjedhjes, pra le të themi kush do të jenë antarët e ardhshëm të BE-s, Macron nuk do të ketë një vendim personal, sepse do të jetë jashtë politikës ose do të jetë një aktor jo relevant në pak vite që vijnë. Rritja dhe fuqizimi i Le Pen, një forcë nacionaliste, anti-emigrim, anti-zgjerim, është gjithashtu një shqetësim. Duhet parë gjërat do të jenë ndryshe në 2028-ën, Meloni me gjas nuk do të jetë kryeministre, pra do të duhen të rivendosen marrëdhënie, do të duhen të rindërtohen marrëdhënie që qoftë në nivel ndërshtetëror, që janë në vazhdimsi të viteve dhe shumë viteve, ndoshta edhe shekujve të vendosur, por edhe në nivel personal, liderët shpesh ndërtojnë dhe këtë bound apo këtë lidhje personale që në rastin e kryeministit Rama ekziston me disa nga liderët më të rëndësishëm, por në 2028-ën Europa do të duket ndryshe. Në Rom do të kemi një qeveri tjetër, në Paris do të kemi një qeveri tjetër. Gjermania dha sinjalin e parë që Ballkani nuk është prioritet për ta, duke suprimuar të dërguarin special, pra duke e mbyllur zyrën e të dërguarit special për Ballkanin Perëndimor, i cili një rol që mbahet nga Manuel Sarrazin e të tjerë. Pra, janë sinjale që ka një momentum, por nuk e dim sa ky momentum, dhe po e mbyll këtë ligjërat të gjatë për këtë temë, sa ky momentum do të jetë atje. Një shtys paradoksalisht negative do të japë zgjidhja e konfliktit në Ukrainë. Zgjidhja e konfliktit në Ukrainë do thotë që BE-ja do ta marrë më ngadalë procesin e zgjerimit, sepse për thënë vërtetën, mbas 2022-shit dhe kjo shpejtësi e negociatave me Shqipërinë dhe me Malezi ka ardhur, duhet ta themi, për shkak të konfliktit në Ukrainë. Nuk është se papritur Shqipëria u bë më e mirë, Malezi më i mirë dhe BE-ja më zemërgjër. Papritur pati një konflikt dhe BE-ja e kuptoi që do duhet i mbledh të gjithë partnerët kudo që janë në Europë, gjeografikisht në Europë, t'i bëj bashkë në një front të vetëm. E ka humbur këtë luftë me Serbinë, në fakt, Serbia dhe BE-ja bëjnë balet në akull e quaj unë, pra një lëvizje shumë ngadalta, shumë të kujdesshme me njëra tjetrën. Unë mendoj që Beogradi është i interesuar për zgjerimin, ndryshe nga sa mendoj shumë analistë të tjerë, pra është i interesuar për të bërë pjesë e Bashkimit Evropian, por duhet të kuptojmë mundësinë e liderëve dhe drejtuesve të shtetit në Serbi që nuk mundet ta kancelojnë, të vendosin kryqin një marrëdhënie shekullore, një partneriteti shekullor që ata kanë patur me Rusinë. Zoti Xhaxhiu, edhe diçka të fundit kam, se nuk prekem në gjithë këtë Kosovën. Në sankcione nga BE-ja, edhe Kurti, një majtis duket i izoluar nga SBA-ja. Ajo duket se do ta mësoj më shumë nga pjesa e shqiptarisë në këtë përplasje gjeopolitike. Po në fakt në drejtim të shtetformimit, fuqizimit të institucioneve, rule of law që e quan BE-ja, pra sundimi së drejtës, sistemi gjyqësor ka bërë hapa përpara. Këto dhe BE-ja janë një. Po të lexosh progres raportin e fundit për Kosovën, njihen avancime në këtë kuadër. Në rrafshin gjeostrategjik, Kosova është një aktor akoma më i vogël se Shqipëria. Marrëdhëniet strategjike që Shqipëria i ka ndërtuar ndër vite e shumë vite me aktorë të rëndësishëm, Kosova nuk ka mundur t'i ndërtojë, pra viti 0 për Kosovën është fare afër, pra është një shtet i njom, i ri, i prisht. Rrjedhimisht nuk mund të bëjmë dot krahasime mes Shqipërisë dhe Kosovës. Edhe interesat e aktorëve të mëdhenj te Kosova janë shumë më të vogla se sa Shqipëria. Në këtë botë
të re, flasim për ekonomi, flasim për ndërveprim tregtar, nuk flasim më për fat keq kohët e fundit, po flasim edhe për luftë, po gjithnjë e më pak është kjo në diskursin e atyre që duan të zhvillojnë vendet e tyre, dhe Shqipëria është një aktor ekonomik më i rëndësishëm, pozicioni gjeografik, turizmi, roli që luan në Ballkan, po duash dhe marrëdhëniet që kanë ndërtuar me vendet anëtare të Bashkimit Evropian apo më gjërë. Për fat keq në këtë aspekt Kosova është në ditën e saj më të keqe, Pra nuk ka njohje të reja, që është prioriteti numër 1 i çdo ministrit jashtëm, për të mos thënë i vetë kryeministrit të Kosovës. Ka disa lëkundje dhe për të zhbërë disa nga njohjet e mëparshme, sigurisht nga vende që janë pak të rëndësishme, por mos avancimi, sepse për mendimin tim, nëse nuk e njeh Zimbabwe apo një shtet afrikan është tjetër gjë, dhe nëse nuk e njeh Greqia është gjë tjetër. Pra, vërtet në OKB janë 1 dhe 1, por flasim për vende anëtare të BE-s, flasim për partner ekonomik, flasim për partner tregtar, flasim për drejtues shtetes që do duhet ngrënë kartonin në ditën e integrimit apo në ditën e nisjes së negociatave me Kosovën. Pra, fokusi i Kosovës duhet të jetë jo për të plotësuar numrin 200, 180 etj të njohjeve, por sikur të fitojë ato njohje që nuk i ka në BE, patjetër që kjo do të konsiderohej fitore dhe sikur mos njeh nga pjesa tjetër e atyre vendeve që nuk e njohin. Klima politike sot është e tmerrshme, është jashtëzakonisht negative, vendi është i bllokuar totalisht dhe administrata shtetërore është e bllokuar. Unë punoj me administratat në Ballkan, punoj dhe me administratën kosovare, pra ka një ngërç. Do të ketë nevojë për rienergjizimin e qeverisë, të administratës dhe gjithë jetës politike dhe sociale. Një analizë që ishte bërë nga një organizatë e shoqërisë civile serioze në Kosovë fliste për humbjen apo rrezikun për humbjen e plot 6, pra humbjen deri tani, por edhe rritjen e kësaj shume në 600 milion euro nga Bashkimi Evropian për shkak të sanksioneve, për shkak të rënjes nivelit të shkëmbimeve tregtare apo jo. Dhe Kosova nuk mund t'ia lejojë vetes këtë. 600 milion euro janë një shumë e konsiderueshme.